A është mit apo e vërtet që foshnjët duhet të lahen çdo ditë? Nuk duhet të lahen çdo ditë. Okej. Nuk është e nevojshme të lahen çdo ditë. Mirë po, nuk është keq edhe mu la. Po, nuk i nuk bën është e dëm. nevojshme, jo. Dëm nuk i bën. Dhe mirë po, nuk është kështu shumë e nevojshme që të lahet çdo ditë. Çdo 2-3 ditë mund të lahet. Disa nëna thonë, kur po e laj, po flen ma mirë. Kjo është se e bojnë ashta dhe ujin pak ma të zezë. Si nësa ujnë. Por derisa të bjen kërthiza, nuk duhet të lahet. Jo, derisa të bjen kërthiza, jo. Edhe për kërthiz, harova me cek, du të mbahet e thatë gjithmonë, dhe nanët të kenë kujdese nëse ka skuqje në këthiz, pasi që të shkojnë në shtëpi, se këthiza bjen për i ditës 7 deri në 14 zakonisht, të disa dhe ma heret, të disa rrallë dhe ma vonë, por nëse ka ndonjë skuqje rreth këthizës apo edhe erë të randë, atër pa tjetër që do të lajmëron të mjeku, sepse ka mundësi që të ketë ndonjë infekcion të këthizës. Kështu që këthiza, kështu do të mbahet tash e thatë, pa ndonjë medikament diçka, dhe ajo nuk duhet asë të ngarkohet shumë me rroba, do të letë sa ma nëse ka skuqje atëherë ne i themi, do me thone përshkruajmë alkoholin 70% që e bën tharjen më të shpejt. Për ndryshe as pak. As pak shqetësuese. Por dallohet kur mund t'ja diçka infekcion. Kur t'i bjen këthiza, atëherë pa tjetër që mund të lahet beba.